Për të vazhduar emisionin tonë gjurmë të sot edhe për të marrë ndoshta disa përgjigje edhe më institucionale edhe për të folur për aktivitetet kulturore, jo vetëm, ne gjendemi në organizatën turistike të Tuzit. Cilat janë ato aktivitete kulturore të cilat e pasurojnë edhe më shumë, le të themi, një vend si Tuzi edhe një komunë e cila ndër të tjera gjithmonë ka pasur si qëllim ruajtjen edhe të vlerave dhe të identitetit kombëtar shqiptar. Unë do të jem në këtë bisedë në vazhdim me shumë kënaqësi me drejtorin e organizatës turistike të Tuzit, zotëri Adhen Gjokaj, për të dhënë ndoshta disa përgjigje më formale dhe më në mënyrë zyrtare dhe institucionale. Zotëri Gjokaj, faleminderit një herë që pranuat ftesën edhe që jeni pjesë e emisionit Gjurmë të sot. Të flasësh për komunën e Tuzit, besoj se kemi shumë aspekte pozitive, si një komune e re mbetet akoma të themi kështu, e cila kalendarin e saj e ka pasuruar vit pas viti për të sjellë sa më shumë vlera kulturore dhe artistike. Sa e rëndësishme është në mënyrë institucionale të mbështeten, le të themi, aktivitetet kulturore që ta pasurojnë edhe më shumë një komunë edhe një vend me qëllim që të ruaj, le të themi, edhe identitetin edhe artin shqiptar. Atëherë, faleminderit për vizitën, mirë se keni ardhur fillimisht. Sigurisht që është shumë e rëndësishme. Ne gjithë herë i mbështesim çdo iniciativë, çdo kërkesë në këtë drejtim. I kemi edhe aktivitetet tona të veçanta që shkojnë ka kjo kahje për të ruajtur identitetin tonë kombëtar, por edhe ato të themi organizime tjera nga shoqatat, nga grupe, se tash për shembull kena edhe karnevalet e shoqata tjera kulturore artistike, të gjitha hasin në përkrahje tek ne dhe te institucionet tjera komunale. Ashtu që do të them që janë shumë rëndësishme që të përkrahim ata, por edhe të bashkëpunojmë, edhe të organizojmë së bashku, se sigurisht se kur bashkëpunojmë edhe organizimet dalin më të bukura dhe më të pasura. E dim që le të themi të gjitha institucionet, padyshim që janë dygjuesore dhe kanë qëllimin që të përkrajnë çdo aktivitet, por nëse fokusohemi tek aktivitetet që kanë për qëllim më shumë, le të themi, gjuhën shqipe dhe aktivitetet për shqiptarët, sa janë shtuar ndër vite, me çfarë është filluar edhe si është pasuruar kalendari i aktiviteteve? Sigurisht se duhet respektuar dygjuesia dhe duhet respektuar edhe, të themi, gjuha zyrtare edhe manifestimet e tilla, por siç ceket ju vet, epicentrin apo domethënë bazën kryesore e kemi ka ruajtja e trashëgimisë tonë kulturore dhe artistike e gjuhësore kështu me radhë. Të themi siç e ceket edhe parë me herët se komuna e Tuzit mund të themi që është edhe ende e re, edhe organizatat turistike gjithashtu themelore në vitin 2019. Në fillim sigurisht se nuk ishte programi apo të themi kështu kalendari i këtyre aktiviteteve ka si pasur, siç është sot. Ndër vite shkon duke u shtuar çdo vit më shumë aktivitete, më shumë ka deri te një të themi një kohë ku në komunën tonë të Tuzit kemi të themi me siguri mbi 40 aktivitete gjatë vitit. Biles tani, siç e shihni edhe ju vetë, jemi duke punuar edhe kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Në këtë kalendar biles nuk i kam kyç të gjitha aktivitetet, por aktivitetet kryesore me të cilat do të paraqitemi në panairet e ndryshme dhe do t'ju prezantojmë njerëzve se çfarë aktivitetesh ndodhin në komunën tonë. Pra, mund të themi se mjaftueshëm është pasurua jeta kulturore dhe të gjitha këto në komunën tonë, por mbetet që të ecim e të vazhdojmë mos të ndalemi me kas, po të ecim të pasurojmë edhe më shumë. Nëse do të përmendim disa prej tyre, cilat janë ato që janë më shumë të lidhura me të shkuarën, me tashmen edhe me të ardhmen e shqiptarëve në Malësi? Cilat aktivitete? Shikoni, të gjitha mundohemi që të gjitha të lidhim të kemi një bazë në të kaluarën tonë. Ashtu që të marrëm shembull aktivitetet e organizatës turistike, edhe shtizet kur i bëjmë, shtizet malore që i caktojmë të ecim, të dalim në natyrë kështu me radhë, mundohemi që në background, në mbrapa skenë, të kenë atë historinë e lashtë, edhe që është edhe vërtet,
edhe të tregohet ajo, mos harrohet se si dikur ecnin në për shkolla, si shkonin në punë njerëzit në për ato shtize e kështu me radhë. Gjithashtu edhe aktivitetet që i mbajmë edhe këtu në sheshin tonë tani të ri, si që është për shembull panairi i librit i organizuar nga komuna e Tuzit, e dim se nuk është tepër ka hershëm ky panair, tash 6 vite kishte më thënë organizohet, por se sjell në skenë edhe të kaluarën tonë, edhe e ndërlidhim me tashmen tonë e kështu me radhë. Ka mjaft në Malësi të themi se tash e kemi tash sigurisht në posa mbaroi pazari i Dimrit, vjen pazari i Verës, aktivitetet të ndryshme tjera sportive, kulturore, kështu me radhë. Kur jemi tek pjesa e kuzhinës ndoshta, apo edhe atyre që produkteve që njihet Malësia, çfarë promovoni më shumë? Të themi të drejtën, ai është një aspekt të tjetër me të cilën promovohet edhe organizata turistike. Kuzhina e kësaj treve këto është në njoftun për begatin tonë, për mikpritjen tonë e kështu me radhë. Të themi se vitin e kaluar me 8 mars ishte manifestimi qendror i Unionit Grave Shqiptare, të cilët e promovuam me kuzhinën shqiptare këtu në sheshin tonë. Ne gjithmonë mundohemi që në çdo aktivitet të kyçim edhe sa do pak kuzhinën tonë, kuzhinierët tonat me ushqime tradicionale që janë kanë gjithmonë edhe do të mbeten besoj për gjatë motë. A ka vetë iniciativa në temi të shqiptarëve për të ruajtur traditat e tilla, e më pas që kërkohet mbështetje ndoshta? Po, ka iniciativa të tilla, ne siç e ka dhe më herët gjithmonë i përkrahim ato, biles ka edhe iniciativa për ruajtjen e xhubletës, ka iniciativa për ruajtjen e kuzhinave të ndryshme e kështu me radhë, edhe gjithmonë do t'i përkrahim këto iniciativa. Çfarë përfiton një komunitet dhe çfarë përfitojnë shqiptarët, le të themi, me mbështetjen e këtyre iniciativave dhe me ruajtjen e traditave? Vetë traditat e bajnë një popull të veçantë ndaj popullit tjetër. Atëherë ne sigurisht e kemi edhe obligim, por edhe me plot dëshirë e them që i mbështesim këto iniciativa, që ta ruajmë atë kulturën tonë, që ta ruajmë atë pasurinë tonë të dikurshme dhe t'ja trashëgojmë brezave të rinj. Ashtu që, si që thash, çdo herë do të gjejmë mbështetje tek ne, edhe ne vetë ne pasurojmë edhe atë programin apo aktivitetin e ndryshëm që e kemi këtu. Malësia ka dhënë shumë artistë, por a ka le të themi bashkëpunime edhe me artistë shqiptarë nga trevat e tjera që vinë dhe janë pjesë e programeve, a mbledh më shumë shqiptarë le të themi kur kemi edhe këto bashkëpunimet nga shqiptarët e trevave tjera? Po sigurisht se të themi kështu të drejtën, tash me përqendje s'kish me dash me thënë, por baza, shumica e artistëve janë shqiptarë. Nga trevat, nga Shqipëria, apo nga Kosova, apo nga Çameria, çapo divet. Bashkëpunimi është i mirë, ata me gjithmonë, si që shprehin edhe ata vetë me dëshirë plot vinë në Tuzë, takohen me ne, na argëtojnë e kështu me radhë. Edhe në të ardhmen shpresojmë se kështu do të mbetet. Ne aq sa jemi shqiptarë në trojet e Malit të Zi, mund të themi që po aq fatkeqësisht kemi edhe në diasporë. A është mbështetja e diasporës për Tuzin edhe a i përshtatet le të themi kalendari aktiviteteve edhe pjesës kur dihet që janë më shumë në vendlindje? Po sigurisht se po, ne pa diasporë nuk e di çka mos flas ndonjë fjalë ndoshta që nuk është e hijshme, por shumë dështire kishim pas jetën pa diasporë. Faq Zotit edhe komuna u fitua, me në fund komuna po funksionon në rregull, investimet janë shtuar, Tuzi të themi është transformuar krejt, por derisa nuk ishte komuna, mos ishte të kanë diaspora, nuk e di çka ishte ndodhur me këtë vend këto. Tani, sigurisht se edhe aktivitetet tona jo përshtasin pak edhe datave që ata i kemi këto. Për atë arsye, ndoshta aktivitetet më të shumta i kemi gjatë stinës së verës, kur sheshi vlon nga vizitorët tonë, nga familjarët tonë që vinë, gjithashtu edhe aktivitetet për brizëve të lumit, që në licenin e Shkodrës e kështu me radhë. Pra në një farë mënyrët ja kemi edhe me borxh, por edhe ata me gjithë ceft, t'ja plotësojmë atë orarin, ata
të kalendarin e tyre të vizitave këtu, se të kalojmë bashkët momentet bukura. Përmendem, le të themi, gjatë bisedës ruajtjen edhe vlerat, ne e dim që është një zonë shumë në moshë, e cila le të themi punon xhubletën. Nga ana tjetër, kur kemi aktivitete kulturore në Tuz, sa mendoni që rinia po le të themi po bëhet pjesë edhe e folklorit ndoshta apo edhe ruajtjes së veshjes tradicionale? Shoqatave kulturore artistike në Malsi, që mund të them se kem mjaftueshëm, ruhet ajo. Tash kjo është shembulli se pe përmend me duke Tolen Berishaj. Shembulli i saj është i rrallë në Mbar Shqiptarin, nuk e dija do të ndodhin më ashtu një grua në atë mboshtë ta ruajnë atë traditë ashtu. Por sigurisht se brezat e ri nëpërmes këtyre shoqatave edhe aktiviteteve tjera të ndryshme e ruajnë sa do pak kulturën, e ruajnë sa do pak traditën. Shpresoj që të themi edhe në të ardhmen do të vazhdojnë kështu, e dim se është një kohë pak moderne, jetë e shpejtë kështu me radhë, por me duket mua ashtu se ja din vlerat rujtjes trashëgimisë tonë. Zotri Gjokaj, faleminderit për bisedën, edhe uroj që le të themi bëhet më e mira në të ardhmen, edhe për promovimin, por edhe nga aspekti i ruajtjes së trashëgimisë edhe i vlerave kulturore. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.